jo vetëm që nuk ka risi tani, po habitem se si me që nise nga pjesa e opozitës, që pritshmëria ishte shumë e madhe, që të krijojë frymë, që të krijojë një lloj, po themi, opinioni, sepse ka ardhur Las Civitas, strategu i fushatës së Trump, i cili fitoi në mënyrë të surprizuese në Amerikë. Tani, unë kësaj pyetjes tënde po i përgjigjem me pyetje. A ka ndonjë gjë tani që e ka bërë ky Las Civitas deri në këto momente dhe të wow, sa e bukur kjo amerikane, do të si shepano. Më kalove në emrat përveçëm, dua të di më vonë ande, mos më di që pyetje, ti je moderator i vjetër. Më fol shihen e përgjithshme që ke në fillim për këtë. Do të thënë me pak fjalë tani, nuk shikoj ndonjë gjë të jashtëzakonshme, metoda të vjetëruara, dalje në këto, po themi, town hall-e përsëri, por nuk ja vënë emrin town hall-e, dhe deri te pjesa që Partia Demokratike synon të ndryshoj dhe të ketë një imazh tjetër sikur e mbështet Shtetet Bashkuara të Amerikës, ndërsa Partia Socialiste arriti kulmin e saj në atë prezantim në ditën e të shtunën që kaloi tani, gati dukej si 12 maj. Do të thënë sikur kishin mbaruar zgjedhjet dhe këta po festonin fitoren deri me kërcime dhe vallëzime me lëvizje të vallëve popullore që dukeshin kishin bërë një lloj kursi, mini kursi për të bërë ata ekshibicion aty. Dhe në këtë drejtim nuk shikoj gjë të re. Fushata tani është one man show. Pra, Partia Socialiste është zoti Rama dhe Partia Demokratike është zoti Berisha. Ajsa kur fillojnë ata që unë intervistoj kandidatët dhe më thonë pikat e programit, i them të lutem, pikat e programit i ka Rama ose i ka Berisha. Nuk mbetet ti për të thënë pikat e programit, se çfarë do thot një kandidat tani për pikat e programit? Unë i them më mirë fort diçka për vete, pse do të pëlqej njerëzit ty, pse do të votojnë ty, se sa pikat e programit, çfarë mund kandidati X në qarkun X për pikat e programit të Partisë Socialiste apo të Partisë Demokratike. Unë kështu e shikoj. Do me thënë, shkurt muhabeti ti thua ty as të kam pyetur dhe as do të pyesin në tafme për programin. Po pse ti mendon që një nga kandidatët aty, ose dhe, po themi këto forumet, janë pyetur për ato që Rama ka parashtruar për pikat e programit, apo dhe zoti Berisha është pyetur dikush për pikat e programit, ata lexojnë ato që u japin Flet Palosje dhe madje më vinë aty dhe me kështu me një dosje që i kanë pikat e programit dhe unë nuk më intereson se as si dëgjon njeri ato tani, si dëgjon njeri fare. E vërtetë. Ben, shija jote. Po. Përsa i përket formës, patjetër nuk kishim dhe më dyshim që aktiviteti i zotit Rama ishte aktivitet në mendimin tim i arritur. Është vërtet ajo që thot Landi, dukesh pak si 12 maj, jo si... Shikom, asa them drejtë mua më është dukur se ma volli Kikia këtë batut si prezantivi grupe folklorike që bete festivali Gjirokastrës. Po vjen grupi Dibër, vjen të e me ta vinin nga rrugicat e Gjirokastrës, ka pas një... Dakor, po mirë, ideja, kam frikë se ide, po këtë ide kishte Rama. Po pjesa 12 yjeve dhe tjera tregonte shumë. Nuk kishte si zgjidhje keqe dekori Partisë Demokratike, por njerëzit pak më vonë panë që dhe i dekor linte shumë për dëshiruar dhe mbi gjitha. Problemi më i madh ishte mënyra se si zgjidhen funksionin e partisë në kratë ati dekorit. Duke ditur që përballë kanë zoti Rama, që është mjeshtër i formës, ata humbën betejën e parë, betejën e formës, që do e kishin të humbur, po të paktën mund ta barazonin. Gjë që më ka bërë përshtypje është një tulatje e madhe në publik. E para njerëz të cilët janë shumë të mërzitur me qeverisin e zotit Rama, por që nuk duan të votojnë për të djallëtët, sepse identifikojnë me zotin Berisha, që ka personalizuar gjithçka, dhe nga ana tjetër njerëz të Partisë Socialiste që i duket thjesht që duhet kryen ritualin. Kjo është pak a shumë tulatje dhe unë të paktën në gjithë këto vite me të cilën merremi me fushatat, nuk kam parë fushat që të jetë kaq e fjetur sa kjo. E para sepse të dyja palët, megjithëse Partia Demokratike unë këtu ndahem me Landin që ka program të mirë, sepse asistohet shumë mirë nga Konrad Adenauer, por
është për të ardhur keq, qoftë zoti Berisha, qoftë individ, përveç zonjës Tabaku, nuk din të shpjegojnë mirë, ose nuk din gjuhën e komunikimit se si këtë ta përcjellin. Dhe kjo one man show, zoti Rama e futi një kurth zotin Berisha. E para është kurthi i moshës biologjike, e dyta është e ligjërimit publik që zotit Rama nuk ja del dot. Beni, e di si më duk mua për momentin e parë si fushata e vitit 2005. Me të njëjtën skenografi, Berisha i veshur me të njëjtën veshje, kostum dhe një tjetër. Veç se çalon dhe diçka, Berisha është më i vjetër, duket e supet më të pakura, kostumi që i ri lirshëm, përpiqet të tregohet energjik, po prap nuk është më njësoj një Berish 60 vjeçar me një Berish 80 vjeçar. Kjo është për të lavdëruar tek ai. Unë energji të një 80 vjeçar e tilla është një gap 20 vjeçar në mes. Një 60 vjeçar është ndryshe, një 80 vjeçar është ndryshe. Po, problemi është që në 2005 ju e mbani mend që Partia Socialiste kishte akoma idenë e përtejsë majtës përtejsë së djalltës, ndërsa Partia Demokratike në mënyrën si e shpjegon programin është realisht partia e majtë. Dhe gjë që më shqetëson është që nuk po arrin të mobilizojnë dot njerëzit e tyre. Dhe kjo pjesa e projeksionit që kanë bërë projeksion amerikanë, dhe unë besoj që ata po presin nga dita në ditë. Të gjitha baterit me sa shikoj janë drejt autoritetet amerikane që të marrin qoftë një çerek lajmi që do jetë mundësia që zotit Berisha të rishikohet në grada, kjo ka përfshirë gjithë esencën e tyre. Ndërkohë që njerëzit po presin atë që kanë 12 vite që e presin militantët e tyre, orë çfarë do na thoni, si do na çoni drejt pushtetit. Besoj që 12 maj do jetë fatal për Partinë Demokratike në qoftë se vazhdon ky projeksion dhe në qoftë se nuk kanë fshehur asa në mangë. Të ndalohemi te Partia Demokratike, mendon që non grata, heqja non gratës do ndikoj në votimin e pjesës gri? Nuk e besoj. Por tek pjesa e djathtë, tek ata që ato vota që i ka, daj 30%. Ky është paradoksi tonë, që njerëz të së djalltës janë shumë të zhgënjur me ta. Dhe mbi të gjitha këta tashmë po ndajnë vota qoftë me zotin Basha që është bërë në mendimin tim ka kaluar në nivele grotesku, por që do shkojnë ke zoti Sheha ndoshta edhe ke një pjesë tjetër. Dhe ky është problemi i tij që me anë të kësaj ai të mobilizoj, por unë nuk e besoj sepse non grada e tij është non gradë familjare. Dhe po jo që Berishës do të hiqet dhe Dodik, sepse është paketë. Edhe Dodik në gjithë mënyrë ka familja? Edhe Dodik të tillë, edhe njerëzit e Bosnjës e kanë të tillë. Dhe kjo është i hapa ndralla Shteteve të Bashkuara të Amerikës, vërtet një gjë të vogël, por ata në mjeshtra për mos të marrë me gjërat. Trazohen prapë ujërat në Ballkan. Nga e para. Që ata e dinë që s'kan pse të ngacmojnë diçka që rusët janë shumë të prirur që ta kenë këtë lloj. Të fusin me një lugën. Po bën diçka të mirë, nëse V3 tani për shembull në strukturimin që u bën në qeverinë serbe, Vuli nuk është më. Dhe duket që ajo pjesa e presionit të tyre, qoftë dhe indirekt, luan rol. Ndërsa me çfarë shikoj Partia Demokratike gjithçka madje arritën deri në grotesk në mendimin tim atë që artikuluan me zotin Kliçin, me zonjën Harxhi që thonë madje duke na atakuar gjithë komunitetin e gazetarëve që non grada shequr dhe vetëm ju nuk e dini. Tregon realisht që o ata kanë humbur realisht pasqyrim me realitetin, o është ajo që unë mendoj në thellësi, po ndoshta do më ndihmoni ju me Landin, që atje po presin vdekjen politike të zotit Berisha. Dhe vdekja politike ti besoj do jetë 12 maj. Land, do jetë, po kalojmë shumë shpejt e 12 maj, por do t'jetë kjo heqja e non gradës një lloj serumi për Partinë Demokratike në vota, të marrë shumë vota, dhe a mund të, unë nuk besoj se do hiqet gjithsesi gjithçka bën mbaki, dhe një humbje e Partisë Demokratike në 11 maj, çfarë pasojë do ketë? E para dhe unë jam skeptik, sepse nëse do kishte ndodhur tani, do kishte ndodhur ajo gjë. Dhe fakti që zoti Berisha i uli me krën në tokë duke thënë vetë që s'kam as ftesë për NSHB,
as nuk do iki, se unë i kam pas në studio aty që thamë që zonja Harxhi tha që Berisha për punë ditësh do iki në Amerikë. Në dritare ishte zonja Harxhi. Por unë besoj tani që lajmi është ajo që tha Belind Këlliçi, disa ditë më parë që kisha aty që nëse PD-ja u mbet zgjedhje tha, zoti Berisha duhet ikë. E tha aty. Dhe unë them që ky është lajmi sot i ditës, në kuptimin e i ditëve. Pse? Sepse nuk ka si sondazh tani që Partia Demokratike e nxjerr fitues. Atëherë çfarë do ndodhë 12 maj? Dhe lajmi nuk është që Partia Socialiste merr mandatin e 4, por lajmi është the day after me Partinë Demokratike. Ai është lajmi dhe zoti Këlliçi tha që Berisha sipas statutit duhet largohet. E tha, do të thënë, më e qartë, më prerë, nuk e ka thënë asnjë eksponent i Partisë Demokratike. Dhe si të tillë u them që këto është. Kam frikë se kanë nënshkruar dënimin e vet politik. Paktën një karrierë në PD. Tani ja ka bërë shumë të përpjet vetes. Çfarë do të ndodh në 12 maj, unë mendoj që politikisht e ardhmja në Partinë Demokratike është e politikanëve si Belind Këlliçi apo dhe të tjerë. Çfarë do të ndodh? Belind Këlliçi ka bërë aksione shumë të egra, ekstreme, gati i duhet të marrë njerë, të mbledh veten dhe të pushojë njerë, të ridimensionoj veten me ato që ka bërë të paktën 2 vitet e fundit. Dhe unë besoj që ai tani se ai po shkon 40 vjeç, nuk mund ta qojë më as të ri. Në këtë moment ai duhet të ketë edhe energjinë që e ka, por edhe maturinë për të bërë kalkulime që në Partinë Demokratike është normale ti bësh. Pse? Sepse shumë mirë e tha Beni, ora biologjike është orë biologjike. Adami në Bibël shkruhet që jetoi 950 vjet tani, po 950 vjet nuk jeton njeriu sot tani. Ne nuk mund ta ndryshojmë këtë gjë. Kështu që mendoj që Belind Këlliçi është momenti kur them Belind Këlliçi dhe i atyre brezit të Belind Këlliçit, se nuk është vetëm Belindi aty në Partinë Demokratike në atë botë. Jo, unë mendoj si ty dhe si Beni që një pjesë e mirë e tyre janë afruar aty duke pritur vdekjen biologjike ose politike të Berishës. Por duan që të jenë aty, mos jenë jashtë në atë moment. Dhe është një gjë e mirë dhe është avantazh për ta. Se thash tani që nuk është vetëm Belind Këlliçi, është edhe Jorita Tabaku, është edhe Ina Zhupa. Janë një grup politikanësh që ne nuk i shikojmë si lider të Partisë Demokratike, por ata përbëjnë një brez shumë të ri, jo të ri, se tani të ri aty quhen edhe ata 50 vjeçarë, edhe 60 vjeçarë quhen të ri tani, se me 81 vitet e Berishës edhe të zotit Çeu në Gjirokastër, ata i quhen kështu, janë të rinj. Edhe madje unë po ta them edhe për batut këtë, pyeta sot Arlin Qorin, o Arlin se themi të ri, sa vjeç je? 42 ore, pse quaj të rinj jo, se 42 nuk quhesh i ri vllai, thashë. Po quhet ti i ri, po quhet edhe unë i ri, thashë. 40 vjeç ke hyrë në moshën e mesme, si thon një fjalë. Ka mbaruar rinia me kohën e vaj. 40 vjeç është pleqëria e rinisë dhe rinia e pleqërisë. Po. 40 vjeç ke hyrë në moshën e dytë me kohën me vak, domethënë, nga 35 vjeç e mbrapa.